I nderuar uratë, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Atëherë I erdhi pranë Petru dhe e tha: O Zot, sa herë duhet të bëj faj ndaj me im vëlla dhe ta fal atë? Deri në 7 herë? Jesusi I thot atij: Nuk të them deri në 7 herë, po në 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qeve ngjan me një njeri mbret që deshi të bëjë llogari me shërbëtorët e tij. Dhe kur zuri të laj llogarin, I prun një huamarrës që I detyroi 10.000 talanta. Dhe pasi ai nuk kishte talante, I Zoti urdhëroi të shitet ai dhe gruaja e tij, të bijtë e tij e gjithë ç'kishte dhe të laj detyrimi. Po shërbëtori ra ndërkëmbë I lutë duke thënë: Zot, bëu zëmërgjër me mua dhe do t'i laj të gjitha. Edhe të Zotit I udhimës për atë shërbëtor e lëshoi dhe ja la detyrimin. Por ai shërbëtor si doli gjeti një nga shokët e tij shërbëtor që I detyroi atij 100 dinar, dhe si e zuri po e mbyste duke thënë: Më laj detyrimin që më ke. Atëherë pra shoku I tij shërbëtor ra ndërkëmbë I lutej duke thënë: Bëu zëmërgjër me mua dhe do t'i laj të gjitha. Dhe ai nuk donte, por shkoi dhe vuri në burg derisa t'i lante detyrimin. Edhe shokët e tij shërbëtor kur panë se ç'u bë, u almuan fort dhe erdhën I refuen të Zotit gjithë sa u bën. Atëherë I Zoti I thiri pranë I tha: Shërbëtor I lig, gjithë atë detyrim që ta lash ty sepse mu lute, a nuk duhet edhe ti të përdalleje shokun tënd shërbëtor siç përdalleva dhe unë ty? Dhe I Zoti u zemërua dhe e dha në duart të atyre që mundojnë, derisa t'i lante gjithë detyrimet që I kishte atij. Kështu edhe Ati im qellor do t'ju bëj juve, në mos u afalni prej zemrës suaj gjithë secilit të vllajt fajet e veta. Kjo është fjala që tha Krishti, është fjalë që na thot edhe neve sot, e deri në fundin e korave këto fjalë do na thot. Pra, të gjithë neve vuajmë nga një problem I madh. Vuajmë sepse ndjehemi të padrejtësuar, vuajmë sepse ndjehemi të munduar, të keq përdorur, dhe patjetër, sipas instinktit biologjik ose ligjit të talionit, sy për sy dhe dhëm për dhëm, ne duam hakmarrje në emër të drejtësisë. Dhe brenda nesh fillon të kemi mendime, kemi dëshira të mendojmë, të veprojmë si e si që ta çojmë drejtësinë deri në fund. Dhe kështu futemi në një rreth vicioz që nuk shikojmë asnjëherë se jemi dhe ne pjesë e problemit, por gjithmonë pjesa është pala tjetër. Është e vështirë që njeriu të shikojë veten e vet, e ka shumë të thjeshtë të shikojë të tjerët. Aq më tepër është e vështirë që njeriu të pranojë fajet e veta. Gjithmonë kërkon të justifikohet dhe gjej fajet e të tjerëve. Jetojmë në një botë kontradiktore, një botë që ka padrejtësi, nuk është perfekcion. Dhe këtë botë e bëjmë neve, pra janë mëkatet tona, padrejtësitë tona. Kështu që në asnjë marrëdhënie shoqërore nuk mund të themi se njëri është 100% fajtor dhe tjetri është 100% I drejtë. Këtu flasim si në marrëdhënie tepër të ngushta, familjare, burr grua, prindër fëmijë, miq, shok e të gjithë marrëdhënie shoqërore. Secili prej nesh ka pjesën e vet të mos përsosjes, të keq kuptimit, të padrejtësisë, dhe çështja është se ne nuk mund masim përqindje. Askush nga ne nuk mund ta masi një përqindje, unë kam kaq përqind, ai ka kaq përqind. Me që unë kam pak përqind, ai duhet vi të më kërkoj falje sepse kam më shumë përqind. Dhe kështu çfarë bëjmë? Ne me dashje pa dashje e trashim situatën dhe vështirësojmë marrëdhënien. Dhe në qoftë se do ta zgjidhim shumë shpejt një konflikt me një pendes, me një ndjes dhe me dhënien e ndjesës, neve I ndelikojmë ka shumë gjëra që ato pastaj bëhen aq të vështira sa është e pamundur të kërkosh dhe një falje, sepse të vjen zor, të vjen turp. Egoizmi është kalcifikuar brenda teje dhe nuk të lë. Dhe ti kërkon të justifikohesh derisa demonizohesh, sepse I jep të drejtë vetes. Dhe pret që tjetri patjetër duhet të kërkoj falje. Dhe krijon situata, inskenime për këtë punë, që ta përulësh tjetrin thjesht për të marrë faljen,
jo se bën emër të drejtësisë, po në emër të egoizmit, por e fshe me drejtësinë. Kjo janë problemi që na kapin të gjithëve. Mua të parin besoj edhe juve. Por çështja është, zgjidhja nuk është kjo. Nuk është kjo sepse kjo nuk e zgjidh problemin. Kemi dëgjuar për një ligj që e kemi trashëguar nga e kaluara. Ligji i Lek Dukagjinit, që fatkeqësisht vazhdojnë dhe sot e kësaj dite në disa zona, por edhe në gjithë Shqipërinë të aplikohet. Dhe pse shumë hakmarrje për ligjin me anë të këtij ligji. Dhe vuaj njerëz të pafajshëm, sepse kështu ka thënë ligji. Jo, nuk është kjo. Sepse vrasësi mund të bëhet viktim dhe viktima bëhet vrasës. Dhe kjo është një rreth që nuk mbaron asnjëherë. Prandaj Krishti tha një zgjidhje tjetër. Krishti tha zgjidhjen e faljes. Të falësh tjetrin nuk do thotë të jesh dakord me padrejtësinë. Nuk do thotë që e keqja nuk ekziston. Nuk do thotë se unë nënshtrohem, se bilosem, tregojmë i dobët. Jo. Të falësh do thotë që ti je mbi problemin. Ti e mund egon. Dhe kjo nuk bëhet me një dëshirë dhe fuqi njerëzore. Jo, sepse nuk është biologjike, është mbi natyrore, është hyjnore. Ashtu si Zoti është i mëshirshëm me të mirë dhe me të këqij, se është Zot dhe nuk ka pasione hakmarrje. Edhe neve duhet kështu pra të bashkohemi me Zotin, të fuqizohemi nga Zoti, ta mundim inatin, zëmërimin, hakmarrjen, drejtësinë në thonjza. Dhe të kërkojmë falje dhe të pranojmë falje. Sepse vetëm kjo e zgjidh. Dhe Krishti tha atë parabolën e një shërbëtori që kishte 10.000 talante borxh një zotërie. E dini ç'do me thënë 10.000 talante? Një talant ishte një monedhë ari baras me 15 vjet punë. Por ky kishte 10.000. Ishte një borxh që nuk mund të laj kurrë. Dhe sikur ai të vdiste e të ngjajë dhe në shumë jetë nuk laj. Por çfarë tha ky shërbëtor borxhli tek zotëria? Tregoi mëshirshëm me mua, i durueshëm, e unë do t'i laj të gjitha. Gënjeu se nuk do t'i lante dot. Por zotëria ja fali. Por ky që mori i falin 10.000 talanta, nuk fali shokun e vet 100 dinar, 100.000 lekë. Dhe pa i shoku i thot, po të njëjta fjalë, tregoi gjërë me mua, bëj durim, do t'i laj. Por ky e futi në burg. Dhe kur zotëria, siç e dëgjuam dhe tha Krishti, mori vesh të, atëherë u inatos. Dhe i tha, pse s'u tregoi mëshirshëm, se unë tregoj mëshirshëm me ty. Çfarë janë 10.000 talantat? Për çfarë po flet Krishti? Për borxhe ekonomike, për borxhet që kemi te bankat, ose kredit e diçka tjetër? Jo, flet për mëkatet. Ne kemi borxh Perëndis mira mëkate, miliona mëkate, që mund të themi janë 10.000 talanta. Do thot dikush, shumë po na egzageron. Ku kam unë mëkate? Çfarë mëkatesh kam bërë unë? Gënjejmë veten, bëni një analizë. Sikur një herë të mëkatoni në ditë, 365 ditë ka një vit. Shumëzoni me vitet e jetës tuaj dhe shikoni se sa zero do dalin. Aq më tepër në shkrimin e shenjtë thotë 7 herë gaboni drejti. Pra ne qofse do ishim shenjtor sot, do të gabonim 7 herë në ditë. Dhe numri 7 nuk është një numër thjesht përcaktuar, është simbolik. Shumëzoni me 7. Jam i bindur se do dalin shumë zero, sa rëra e detit janë mëkatet tona. Dhe ne ku vim te Zoti, çfarë themi? Mëshiro mua mëkatarin. Fal mua, tregoj durueshëm me mua. Por pse nuk e bëjmë dhe këtë me tjerët? Sepse ne nuk e kuptojmë se Zoti ne ka falur mëkatet. Ne nuk e ndjejmë. Sepse na duken mëkatet gjë e lehtë. Sepse është i detyruar Krishti na i fal mëkatet. Boll që të vim në kishtu, boll që të bëjmë dhe një rrëfim, edhe janë falur dhe asgjë. Për ato mëkate Krishti ka vuajtur në kryq, ka derdhur gjakun, sepse mëkati nuk falet thjesht se kërkon Zoti ta fali. Mëkati do shpagim dhe do gjak, dhe gjakun e qingjit Perëndis të Krishtit, jo gjakun e kafshëve. Sa më tepër neve kur falemi nga Krishti, sepse prandaj jetojmë dhe prandaj dhe vim kish, sepse duhet kishim vdekur shumë kohë më përpara, unë që po flas me juve, duhet të falim të tjerët.
Prandaj është një detyrim shpirtëror dhe moral për të falur. Por, e thash, të falësh tjerë nuk do të mbyllësh syt dhe thuar se kjo nuk ekziston, padrejtia se ekziston, ose dhe mos të ruhesh nga personi që dëmton. Nuk do të thotë to Krishti. Krishti thotë ruhuni nga njerëzit. Kur ata ju padrejtsojnë, kur ata ju intrigojnë, kur ata ju përdorin, rujuni, mbat distancën. Dhe në qoftë se do ta qortosh, qortoje, thuaj atë vërtetën me dashuri. Por fale në zemër, thotë. Mos kërko akmarrje. Mos e kthe të keqen me të keqe. Po të keqen me të mirë, aq sa ke mundësi ta bësh. Dhe leja gjykimin Perëndis. Shën Pais Agjuriti thotë dhe për diçka tjetër që neve shpesh e bëjmë. Neve, për të hequr se jemi njerëz shpirtëror, themi kur nuk duam njërin ta mallkojmë, na ka sjell majtundës, themi e gjetsh nga Perëndia. Çfarë është kjo, thotë Shën Pais? Është një mallkim i moderuar. Jo. Nuk mund të mallkojmë. Duhet të bekojmë. Dhe themi falë o Zot. Çfarë më ka bërë mua falë? Me të tjerët gjykimi është i joti. Por çfarë më ka bërë mua falë o Zot? Dhe duhet të heqim nga zemra jonë çdo dëshirë për hakmarrje. Dhe nëse kemi këtë mundësi për hakmarrje, të largohemi. Dhe kjo tregon fuqi. Se ne jemi mbi hakmarrjen. Ne jemi mbi dobësitë tona. Ne i ngjajmë Krishtit. Kjo është liria që na jep Zoti. Për këtë po flet Krishti sot. Dhe diçka tjetër, nëse lexoni dhe dëgjuat apostullin, aty thot një fjalë shumë me interes. Nëse neve bjedhim te ju gjëra shpirtërore, nuk është në i gjë të marrim nga ju gjëra mishore. Pra, çdo thot Apostull Pavli. Apostull Pavli mbillte te Korinca si gjërat shpirtërore. I katekizonte, i pagëzonte, i shenjtëronte, gjëra që janë me vlerë përjetësie. Korintasit, besimtarët, e kishin detyrim moral t'i mbanin apostujt dhe ekonomikisht. Këtë duhet bëjmë besimtarët sot. Vim tu në kish, por gjëra nuk janë falas. Të gjithë tu shërben prifti, shërben teologu, shërben katekisti. Si bëjnë këto gjëra? Është një institucion që duhet mbajtur. Po nga se mbahet, nga besimtarët pra, besimtarët që marrin shërbim. Është detyrim që besimtarët të mbajnë komunitetin. Nuk më thonë, vajta në kish atje, po mirë më, po ku shkon në një vend tjetër, pse paguan? Po në kish nuk do të paguash. Madje thua u bë atje në kish të marrin dhe para e gjëra. Po patjetër që ky institucion do të mbahet. Është detyrim. Çfarë japim neve? Për gjëra që nuk paguhen. Ato gjërat materiale që do të humbasin. Për gjërat përjetshme. Prandaj mos i keq kuptoni gjërat. Nëse ne nuk ndjejmë për ndihmuar një njeri që na ndihmon shpirtërisht, tregojnë se ne nuk e vlerësojmë atë që marrim. Por ç'a thot Krishti? Si janë sjellë me ju, janë sjellë me mua. Por Apostull Pavli thot një gjë të madhe. Ne do heqim dorë nga kjo e drejtë. Pse? Që mos bëhemi pengesë për ungjillin. Tu tregon fuqinë e Apostull Pavlit, që edhe pse kishte të drejtë i merrte këto gjëra, ai nuk i pranonte. Këtë pra duhet bëjmë dhe neve. Për hir që mos krijojmë skandale, për hir që mos pengojmë ungjillin, do të heqim dorë dhe nga e drejta, që na takon. Këtu pra tregojnë që jemi njerëz të lirë. Pra dim të falim, dim të durojmë, dim të heqim dorë nga e drejta. Këtë na mëson Krishti. Amin.